I mallkuar, i mallkuar. Imam Xhafer Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: i mallkuar është ai që godet baban ose nënën e tij. I mallkuar është ai që është i padëgjueshëm ndaj prindërve të tij. I mallkuar është ai që ndërpret lidhjet familjare. Ky hadith Imam Xhafer Sadikut, paqja qoftë mbi të, përcjell një mesazh shumë të fuqishëm dhe të qartë. Së pari, respekti ndaj prindërve është themeli i moralit. Kush i lëndon ata, qoftë me fjalë apo vepra, ka rënë në një mëkat të madh. Së dyti, mosbindja ndaj prindërve është mallkim për njeriu, sepse ata janë shkak i jetës dhe mirësive tona. Mos respektimi i tyre është një padrejtësi e rëndë. Së treti, lidhjet familjare janë detyrim fetar e shoqëror. Shkëputja e tyre sjell ndarje, armiqësi e përfsharje mes njerëzve dhe dobëson shoqërinë. Pra, mesazhi i këtij hadithi është se njeriu duhet të ruaj me përkushtim të madh respektin ndaj prindërve dhe lidhjet familjare, sepse ato janë burimi i bereqetit, mëshirës dhe i lumturisë në këtë botë dhe në botën tjetër.